Si paket, si makinë, shumë e mirë, pse mos kësaj që ka shumica në opsioneve të gjitha, i mungo vetëm klima mrapa, edhe bokset 3D, ndjenin time, tjera t'i ka. Shumë makinë e mirë, po fatkeqësisht niveli i performancës, në vit drejt si fuqi, niveli fuqisë, se kështu kthesa shumë e mirë është, po fuqi nuk e ka të duhet. Për AMG të paktën, me no AMG, me no fuqi në vit drejt. Për AMG ka pas motora shumë të fuqishëm. Ky nuk është 100% motor AMG-je, po i mungon fuqia, nuk e ka lloj si M50 ai e BMW X5. Ajo është V8 4.4 që është më fuqishme. Edhe aty çalo pak. Pastaj këto të tjera i ka të gjitha. Kur e merr motor naftë 350 ose 400 është shumë e mirë për makinë familjare, super. Po edhe 53 është pak më ndryshe, pak më veçantë. Qofi mos bëjmë dhe i version kupet, ta krahasojmë dhe me atë, se ajo ka ca ndryshime, ka shasin më të shkurtër pak ajo. Unë po dosha SUV performance, që s'është jam fan si SUV performance, do merresha te BMW-ja, do anosha më shumë ose te Porsche. Po në kthesa shumë e mirë, me këto Active Anti-Roll Bars i Active që e ka body control, shumë e mirë në për kthesa. Se di që menoni ju, këtë mirëshit nga rivalet, po shpresoj të ketë pëlqyer video edhe shifen videon e radhës. Mirupafshim.